Shkolla fillore Lek Dugagjini në Prizren sot ka shënuar 51 vjetorin e veprimtarisë së kësaj shkolle, e ku me këtë rast u bë edhe përërimi investimeve për renovimin e objektit të kësaj shkolle. Në këtë solemnitet ishin të pranishëm kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nën kryetari Kujti Mëgashi, zëvendës kryeministrja për komunitete Emilia Regjepi, përfaqësues të komunës, drejtoresha DK-s Lurieta Veselaj Kutaj, drejtor të ekzekutivit, drejtor të shkollave, si dhe shumë mysafir e prindër dhe mësimdhënës e nxënës të shumt. Fillimisht për historikun e kësaj shkolle ka njoftuar drejtoresha e shkollës Vlora Karavidaj, e cila tha se ne sot kemi dy festa bashk, dyert e hapura të shkollës e bashk me këtë edhe përërimin e renovimit të kësaj shkolle. Ajo njoftoi se janë bërë shumë investime në këtë shkollë, duke falendëruar kryetarin e komunës dhe TK janë ndarë gjithsej 200.000 euro. Qëllimi i tretër se gjatë vizitës të shihet dhe të bindeni se këtu punohet si dhe mësimi bëhet edhe nga arritjet e fundit arsimore dhe pastaj vazhdoi. Dhe të gjitha këto duke i falendëruar kryetarin e komunës zotin Shaqir Totaj, i cili ka ndarë një buxhet prej rreth 200.000 euro për këto investime, dhe njëherë duke falendëruar drejtoreshën e drejtorisë arsimit komunale, zonja Lurieta Veselaj Kutaj, e cila e ka thënë cila e vuri në prioritet kërkesën e shkollës për t'i bërë gjitha këto investime. Dhe qëllimi i tretë i këtij takimi është që gjatë ditës së sotme, vizitës në stacionet të krijuara në hapësirat e shkollës, të shihni dhe të bindeni se në shkollën tonë punohet për të ndërtuar vlera dhe qëndrimet tek nxënësit. Arrihen rezultate të larta edukativo-arsimore, si dhe mësimi bëhet i bazuar në kompetenca sipas kurrikulës përpara. Njëherët, po sot, do të ndesheni me një nga objektivat kryesore të planit zhvillimor të shkollës, i cili është në hapa të sigurt të realizimit të saj, e ky është përfshirja e prindërve në procesin edukativo-arsimor. Pra, përveç se në trekëndshin didaktiko-arsimor, në shkollën tonë, prindërit luajnë një rol të rëndësishëm përmes klubeve të krijuara, e që vazhdimisht janë të çastshëm në procesin mësimor. Këtë event e ka përshëndetur edhe kryetari i komunës, Shaqir Totaj, i cili duke uruar nxënës dhe të pranishëm, tha se po më vjen mirë që pas keni kaq shumë entuziazëm dhe kjo po implementohet në praktik. Komuna investimet u të bëjë në interes të së ardhmës dhe këtu ka këmbgulje sidomos drejtoresha e arsimit, tha kryetari Totaj. Normal që komuna gjithmonë ka parasysh faktin se investimet në arsim janë investime në të ardhmen tonë për bashkët më të mirë, edhe jo rastisht thuhet që një kom që se tonë me shkatru s'ka nevojë me kombalu veç nalja arsimin edhe e ardhme ati bëhet e zinë. Prandaj, që se do një me gjithë fajtorin për këto investime, fajtorin është Lulja, drejtoresha, se kjo gjithmonë ka insistu që pikrisht gjitha shkollat, po sidomos këtu të kemi një investim serios. Fatmirësisht kemi pas mundësi buxhetore, kemi bërë investimin, konsideroj që përmes të investimi janë përmirësuar kushtet edhe procesi mësimdhënies dhe mësimnxënies në të ardhmen do të jetë akoma më i suksesshëm. I përgëzoj edhe drejtoreshën Vlorën edhe gjithë stafin mësimor për punën që do e bëjnë, dhe jam shumë i sigurt se bashkërisht do të vazhdojmë me punë hala më të mira për qytetin tonë, të pas prioritet gjithmonë arsimin për shkak të rëndësisë që ka. Drejtoresha e arsimit Lurieta Veselaj Kutaj me këtë rast ka uruar nxënësit e kësaj shkolle e këtë urim e ka përcjellur edhe për strukturat komunale, duke u fokusuar DK dhe qeveria Totaj. Ka mbështetur shkollat me buxhet minimal, por nuk i harrojnë asnjëherë shkollën, sikurse nga kjo shkollë dhe vazhdon. Nuk e harrojmë asnjëherë asnjë shkollë, aq më tepër shkollat nga të cilat janë shkruar histori, kanë dalë personalitete të nderuara. Dhe sigurisht edhe nga shkolla Lek Dugagjini, që kemi përfaqësues nga Parlamenti i Kosovës dhe në të gjitha instancat drejtuese dhe vendimmarrëse në nivel të vendit. Ne si komunë dhe si drejtori, përtej standardet të cilat dëshirojmë t'i ngrisim në infrastrukturën shkollore, po punojmë paralelisht me projekte të tjera të cilat kanë të bëjnë me rritjen e cilësisë në arsim, për rritje të cilësisë, për kujdes të shkolla, për konkurrencë të shëndetshme mes shkolla, që ju them me përgjithësi, unë dje isha shumë e përmbushur pas dite kur kam bë se
Pothuaj se shumica e shkollave në komunën e Prizrenit kanë realizuar aktivitete të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me librin, të cilat kanë të bëjnë me gjithëpërfshirje dhe fusha të tjera, të cilat janë konkurrente për të mirë, për të ngritur nivelin e vetësimit, po edhe të mësimdhënies dhe mësimdhënies. Pas kësaj është bërë edhe prerja e shiritit të këtij renovimi, derisa nxënës të kësaj shkolle para të pranishmëve kishin përgatitur edhe valle autoktone dhe me kolorit të veshjeve.